Ky është 14 vjeçari Alket Zeqollari nga Pogradeci. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e tij që internetin e shfrytëzojnë për rrjetet sociale, TikTok e Snapchat, ai ka punuar dhe studiuar fort që t'i marrë teknologjisë më të mirën e saj dhe të krijojë pajisje që kanë funksione të caktuara. Së fundi, Alketi ka ndërtuar një radar, i cili arrin që përmes valve të detektojë objekte dhe njerëz. Sipas Alketit, ky radar, i cili sot është vetëm një prototip, mund t'i japë në kohë reale çdo person të panjohur që mund t'i afrohet banesave apo institucioneve. Ky është një radar i cili përdor frekuencat e valve për të matur distancën e objekteve të detektuar. Nëse përdorim një sensor që ka në një largësi akoma më të madhe, mund ta përdorim në shtëpi, në biznese, në fabrika, uzina. Ne mund ta programojmë që familjarët e shtëpisë ose personat që ne ju besojmë mund t'i lejojmë që të kenë akses në banesën tonë. Por nëse është një person i huaj që programi nuk e autorizon, atëherë ndalohet hyrja në banesë ose në biznes. 14 vjeçaria pasionuar pas programeve të kodimit, thot se tashmë ka filluar punën që prototipin e radarit ta shndërrojë në pajisje, sigurisht me kosto personale, në mënyrë që së shpejti të ketë edhe aplikacionin e saj. Kam menduar që ta vazhdoj si projekt, pasi ky është vetëm një prototip dhe besoj ka kosto për pajisje që kanë një teknologji më të zhvilluar dhe kërkojnë më shumë kosto, por besoj se dhe do të ndërtoj dhe aplikacionin ku mund të jetë aksesueshëm për të gjithë që blejnë këtë pajisje. Si Alketi, në shkolla ka edhe shumë vajza e djemë të tjerë që punojnë me programe kodimi dhe krijojnë pajisje, të cilët shprehin aftësitë e tyre në kurset e teknologjisë apo edhe në hakathone, të cilat zhvillohen me pjesëmarrës brenda dhe jashtë vendit.